Nëpërmjet kësaj ekspozite u promovua veprimtaria e aktorit të madh Bekim Femiu. Ky projekt e paraqet aktorin në ndjer shqiptar si trashëgimi të përbashkët të 3 vendeve ballkanike, të Kosovës, të Bosnjës dhe Hercegovinës dhe të Serbisë. Ekspozita Bekim Femiu, pasuri e humbur në heshtje, u hap të shtunën në kineman ABC në Prishtinë. Në muret e kinemas janë vendosur këta katalog, të cilët paraqesin në mënyrë kronologjike jetën e Bekim Femiu. Hapjen e ekspozitës së bëri bashortja e tij, Branka Petrić, e cila emocionuar tha disa fjalë. Jam shumë e lumtur dhe krenare që jam në Prishtinë. Jam krenare që kam jetuar me një njeri si Bekimin. Nuk e di ju se ai një krenar që keni pasur një njeri si Bekimin. Po ashtu jam e lumtur që jam këtu me familjen e Bekimit dhe kam rasti të ulem në karikën ku është ulur Bekimi dhe ka biseduar me shokun e tij Milazimin. Të pranishëm në këtë ekspozit ishin edhe 2 vëllezërit e Bekimit, Arsim dhe Fatmir Femiu. Ekspozita Pasuri e humbur në heshtje, me rreth 13 faqe prezanton materialin i cili është mbledhur nga 3 territoret ku ka vepruar Femiu. Hulumtimi dhe ideja e ekspozitës është pjesë e një procesi të përbashkët të 11 hulumtuesve. Koordinatori Elbert Krasniqi tregoi qëllimin e këtij projekti. Njëri ndër qëllimet është që gjeneratat e reja që dinë shumë pak për Bekim Femiu, për veprën e Bekim Femiu, për aktorin që ka të kalu kufit një shteti, një kontinenti, njoftohen për veprën e tij dhe për përjardhjen e tij nëpër Kosovës. Kjo është njëra prej qëllimeve. Mirë, po mund të them se kur është punu për sigurimin e materialit edhe në shtetet fqinje si në Serbi dhe Bosnjë Hercegovinë ka pas shumë mirëkuptim për gjitha institucioneve kulturore që na ndihmojnë. Edhe Bekim Femiu në këtë rast ka demonstruar që ka qenë një person i pranuar për gjithë këtyne pa ndonjë dallim për përjardhjen e tij apo diçka të ngjashme. Ekspozita në kineman ABC do të qëndrojë hapur deri më 10 qershor, kurse më pas do të bartet në Prizren. Aktori shqiptar Bekim Femiu ka vdekur me 15 qershor të vitit 2010.